Java në një ditë në Albania FM. Selamu alaikum të nderuar dëgjues të Albania FM Radio. Përshëndetje nga unë Roald Hysa dhe një fundjavë ta kaloni sa më mirë. Një javë lodhshme iku e një javë tjetër e lodhshme na pret përsëri. Sherrët në parlament vazhduan me po të njëjtin ritëm si edhe më parë. Qeveritarë që heshin dhe fshehin dhe populli që normalisht dhe logjikisht kërkon transparencë për atë që duan të bëjnë të zgjedhurit e tyre. Vrasjet dhe aksidentet rrugore vazhdojnë të nxjijnë faqet e para të gazetave dhe titrat e kanaleve televizive. Zëri shabloni i spikrave i përcjell po njësoj këto lajme tragjike. Vrasjet me C4 me sa duket po hyjnë në mod dhe duhet pasur kujdes që celularin ta mbash larg makinës apo lokalit, se nuk po merret vesh se çfarë po ndodh. Audienca e opinionit publik po përjeton një dramë në vazhdim, me të gjitha detajet e hollësishme të përcjellura nga gazetarë të etur për skup dhe për emër. Rëndom njeriu i gjorë kur lëviz kanale televizive apo të radios, dëgjon fjalë të tilla si tritol, celular, C4, thika dhe i hodhën vaj të nxehtë vjerrës në vesh dhe nuset e vran. 2 atentate të tipit mafioz dhe një ordiner, apo siç njihet në terminologjinë policore me motive të dobta, e shqetësuan opinionin publik shqiptar gjatë kësaj jave të trazuar që shkoi. Njerëzit edhe sëmurë dhe fatura financiare së mundjes këto kohët e fundit kushton shumë. E ata që e paguajnë faturën janë familjarët, të cilët shpesh nuk mund t'i përgjigjen me sasinë e duhur të parave. Si do t'i jepë zgjidhje sëmundjeve të rënda dhe faturës financiare të tyre? Ky është një rebus që ne akoma nuk e kemi zgjidhur dhe ndjejmë vetëm kur na bie mbi shpatulla. Po ashtu shoqëria civile po vazhdon debatin e saj mediatik, duke i kërkuar ministrave të qeverisë Rama të jenë transparent mbi çështjen Radika, pra devijimin e lumenjve Vjosa e Radika. Me keqja është se për Vjosën nuk po flitet fare dhe vëmendja është përqendruar mbi Radikën dhe projektet e saj, të cilat tashmë janë shpallur publikisht nga burime të sigurta. Ndoshta do të ishte më mirë që publiku të përfshihej edhe në disa vendimarrje të tjera dhe jo thjesht të bëj spektatorin. Megjithatë, po vazhdojmë me shqetësimet e javës së kaluar e më konkretisht. Lumi Radika dhe shoqëria civile. Shoqëria civile dhe qytetarët e Dibrës e Tiranës zhvilluan një protestë përpara piramidës në kryeqytet kundër devijimit të lumit Radika për ndërtimin e një hidrocentrali në fushën e Lukovës. Protestuesit kundërshtuan devijimin e lumit duke hedhur idenë që të zhvillohet një referendum lokal për këtë çështje. Thirrjet për protestë dhe ftesat për pjesëmarrje u bën publike përmes rrjeteve sociale, ndërsa ato mbështeten edhe nga pushteti lokal i komunës Dibër. Ndërkohë në Tiranë është krijuar edhe aleanca kundër devijimit të lumenjve që ka marrë përsipër sensibilizimin e kësaj çështje. Stop devijimit të Radikës është një prej parrullave që janë vendosur në shumë zona dhe rrjetet sociale. Qytetarët thonë se nuk do të lejojnë devijimin e asnjë centimetër kub të këtij lumi. Ata i bën thirrje për reagim edhe qeverisë dhe kuvendit të Shqipërisë që të mos lejojnë zyrtarizimin e një projekti të tillë. Protestat u nxitën pas deklaratës më të fundit të zëdhënësit të qeverisë maqedonase, i cili u shpreh se pavarësisht reagimeve, qeveria e Maqedonisë është e vendosur të shkojë deri në fund projektit për ndërtimin e hidrocentralit të fushës së Lukovës. Protestë kundër këtij projekti është mbajtur edhe në New York nga shoqata adhetare Dibra, e cila i ka dërguar një letër selisë së OKB-s dhe qeverisë amerikane, duke argumentuar dhe dëmet që sjell zbatimi i këtij projekti, jo vetëm në devijimin e ujrave, por edhe në aspektin ekologjik. Një letër zyrtare i është dërguar edhe qeverisë shqiptare që të mos e firmos projektin e përbashkët me palën maqedonase. Mirëpo, gjatë gjithë kësaj kohe është mohuar nga qeverisja që të ketë një projekt të tillë, që do të sillte devijimin e lumit apo dëme ekologjike. Do të devijohet lumi Radika apo jo? Përgjigjen e dhanë në Tiranë ministrat maqedonas dhe ata shqiptar. Konkretisht ai i ekonomisë Valon Saracini dhe i mjedisit e planifikimit hapësinor Abdulaqim Ademi së bashku me ministrat e qeverisë shqiptare, ai i energjetikës dhe industrisë Damian Gjiknuri, ministri i jashtëm Ditmir Bushati dhe ai i mjedisit Lefter Koka. Një zëri u tha se projekti nuk ja vlen të diskutohet tani, sepse është thjesht një ide në letër. Pala shqiptare theksoi se janë spekulime të opozitës, kurse pala maqedonase tha se projekti do të finalizohet në qershor, por merr jetë vetëm nëse e pranon qeveria shqiptare. Drejtoresha e zyrës së Bankës Botërore në Maqedoni, Tatjana Proskurakova, ka bërë të ditur detaje teknike të projektit energjetik në fushën e Lukovës, i cili parashikon devijimin e lumit Radika. E po më në fund, po hidhet pak dritë mbi gënjeshtet e pafund që janë hedhur këto ditë. Pas ka një projekt
me detajet e hollësishme, sa metra kub do t'i mungojnë, ku do të shkojë uji, të gjitha këto të shpjeguara më parë nga shoqëria civile, e cila ka ditë që po çirret kundër këtij projekti. Megjithëse ministrat tonë po e mohonin këtë gjë. Kjo është kauza e dytë në pak kohë që po angazhon shoqërinë civile në protesta dhe po shihet që ka një ndërgjegjësim qytetar për çështje të rëndësishme jetike të qytetarit. Kështu, shoqëria civile u ka kërkuar ministrave përkatës të japin dorëheqjen, për shkak se ka ngënjur opinionin publik. Njëkohësisht nga ana tjetër devijimi i Vjosës është një çështje që po lakohet shumë pak, ndërsa protokollet janë firmosur. Shoqëria civile do t'i vazhdojë protestat e saj paqësore pranë kryeministrisë të dielën në orën 12. Por a do të fitojë përsëri ajo si nëntorin e kaluar? Serveri tatime dhe mbi 4 milion deklarata tatimore. Prokuroria e Tiranës ka reaguar për pamjet e publikuara në media ku deputeti Spartak Braho i LSI-s shihet duke hyrë në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve së bashku me këshilltarin e kryeministit Beqiraj. Me anë të një njoftimi për median, prokuroria ka bërë të ditur se është duke bërë hetime të plota për rastin e servit të tatimeve, ndërsa nuk ka në dosje pamjet e qarkulluara ditë më parë. Në lidhje me çështjen që po hetohet në media është shfaqur një video ku duket deputeti i LSI-s Spartak Braho bashkë me disa persona të tjerë që hynin në drejtorinë e tatimeve. Partia Demokratike ka akuzuar se deputeti i LSI-s ka qenë bashkë me Armal Beqirin dhe grupin e auditit që kanë hyrë në drejtorinë e tatimeve dhe kanë marrë të dhënat nga serverat. Nga ana e saj, drejtoria e tatimeve ka denoncuar disa javë më parë në prokurori IT-n e tatimeve Renal Rista, i cili akuzohet për ndërhyrje në server. Në lidhje me videon e bërë publike, Ministria e Financave ka bërë të ditur se kjo çështje është ende duke u hetuar me qëllim sqarimin e saj. Për pamjet filmike të publikuara në media, ka reaguar edhe vetë deputeti i LSI-s Spartak Braho. Pas fshirjes së të dhënave nga serveri tatime rreth 4 milion deklarata tatimore, biznesi denoncon faturat e fshehura që i vijnë atij rregullisht nga administrata. Presidenti i Dhomës Britanike Zenel Hoxha ka deklaruar në emisionin të Bësh Ekonomi të gazetares Aurora Sulçe se sipërmarrjes po i vijnë fatura të fshehura nga tatimet, me pretendimet e detyrimeve të prapambetura. Puna ka nisur me taksën e re, pra marrëdhënia tatimore. Të shikojmë si do të jetë. Unë vetë edhe nga eksperjenca ime dhe të tjerëve them se ka probleme. Që sapo ka filluar kam bërë një rishikim të sistemit elektronik të tatimeve. Kanë dalë disa detyrime që nuk janë pasqyruar asnjëherë në harkun kohor 2 vjeçar dhe me radhë. Dhe vetëm të vjen fatura dhe ti je i detyruar të paguash se nuk e çfarë bën. Kjo duhet me patjetër të rishikohet që mos të vazhdohet me rutinën se kjo është trashëguar nga qeveria e kaluar. Nuk ka diskutim për këto fatura, do të shkosh thjesht te banka dhe ta paguash atë. Ja, dhe Gracka ku ka paska ngecur Laraska. Një skemë abuzime shumë milionëshe ku nuk dihet se ku përfundojnë lekët e gjobave të biznesit pas zhdukjes së deklaratave.